modest sepse nuk është lehtë me rrit adoleshent. E që secila nënë, secila familje ka lënë për këtë fazë. Ndryshimet që adoleshentët i psojnë ose i kanë brenda vetës, të fillu prej aspektit biologjik, që janë ndryshime normale, mandej ndryshimet emocionale, shpesh herë ndoshta ankohemi pse nuk po na dëgjon, në anën tjetër harrojmë që është fazë e jetës ku fëmiu ka nevojë pak me u shkëput prej tjerëve, është në proces të rritjes edhe të kalimit prej botës fëminore tek jeta serioze ose e përgjegjshme, të i rritun, diçka që her pas here domethënë përballet me rënje, me ngritje të disponimit, me ndryshime të shumta, krejt kjo shpesh herë keq kuptohet prej prindve, edhe prej atyre prindve që ndoshta kanë lexuar shumë për adoleshencën si fazë, dinë që janë ndryshime të natyrshme, megjithatë është sfidë me e menaxhu, mos me qenë prind shumë gjykues,